Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ujë me limon, receta që po i çmend të gjithë dhe nuk ngeli njëri pa e provuar. Një gotë ujë ngrohtë me limon në mëngjes është një ritual i thjeshtë, por me efekte të mrekullueshme në trup dhe në mendje. Kjo përzierje ndihmon në pastrimin e organizmit tuaj nga të gjitha toksinat, stimulon gjithashtu tretjen dhe përgatit sistemin tuaj imunitar për ditën që vjen. Vitamina C e cila gjendet në limon forcon sistemin imunitar, përmirëson lëkurën dhe lufton radikalet e lira që shkaktojnë plagje të parakohshme. Përveç kësaj, ky zakon rrit ndjesinë e energjisë natyrale pa pasur nevojë për kafeinë. Pini një gotë çdo mëngjes me stomakun bosh dhe prisni 15 minuta para mëngjesit. Një zakon i vogël i cili mund të bëjë një ndryshim të madh në mirëqenien tuaj. Ndërkohë, limoni është një agrume jashtëzakonisht e pasur me vitaminë C, e cila është e domosdoshme për shëndetin dhe paraqitjen e lëkurës. Përfitimet e kësaj vitamine për lëkurën, por njëkohësisht edhe për të gjithë organizmit, mund të merren shumë mirë duke përdorur recetën me ujë të vakët dhe limon. Për këtë recetë mjafton që ju të shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë të ngrohtë dhe sigurisht ta konsumoni atë në mëngjes. Përfitimet që ofron limoni për shëndetin. Lëngu i një kokër limoni përmban më pak se 25 kalori. E njëjta sasi është e pasur dhe me kalcium, kalium, vitaminë C dhe fibër. Të gjithë këto ushqyes ndihmojnë në gjallërimin dhe në mirëmbajtjen e sistemit ton imunitar. Kësaj organizmi është ndjeshëm më i mbrojtur nga infeksionet. Për më tepër, limoni ka veti antiseptike dhe uji me feta limoni është plotësisht i rekomanduar për njerëzit të cilët vuajnë nga problemet në zemrën. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për përfitimet që ofron pirja çdo ditë e ujit të vakët me limon, imuniteti dhe infeksionet. Limoni është një burim i pasur i vitaminës C që e mbron trupin tuaj pavarësisht mangësive në sistemin imunitar. Ndërkohë, limonët janë një burim i shkëlqyer edhe i acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit dhe magnezit. Fal këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit të vakët me limon parandalon në rritjen dhe në shumimin e baktereve të cilat shkaktojnë sëmundje dhe infeksione. pH-i dhe detoksifikimi. Pirja e ujit të vakët me limon ndihmon gjithashtu edhe në mirëmbajtjen e pH-it në organizëm. Në qoftë se ju e pini këtë ujë me limon çdo mëngjes, atëherë ju do të ndihmoni në mirëmbajtjen e pH-it në organizëm. Nëse e pini këtë lëng, do të përshpejtoni procesin e pastrimit të organizmit nga toksinat. Tretja, pirja e rregullt të ujit të ngrohtë me limon ndihmon gjithashtu për rregullimin e tretjes, por njëkohësisht edhe prodhimin e lëngjeve biliare. Pirja e këtij uji ndihmon në zbutjen e simptomave të urtit dhe në prodhimin e lëngjeve tretëse. Për më tepër, fibra tek limoni është shumë e mirë për shëndetjen e zorrës së trashë dhe shërben si një antibakterial mjaft i fuqishëm. Truri, mëlçia dhe lëkura. Përveç ndihmës që ofron kundër të ftorës, uji i vakët me limon gjithashtu ndihmon në rigjenerimin e qelizave nervore. Në rastin e mëlçisë, uji i vakët me limon e forcon atë dhe u jep energji enzimave të mëlçisë. Ky lëng natyral parandalon formimin e akneve dhe rrudhave. Ai gjithashtu ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të syve dhe i mbron ato. Ndërkohë, shumë restorante e shërbejnë si rutinë dhe disa njerëz dhe fillojnë ditën e tyre me ujë me limon në vend të kafes apo çajit.
Pa dyshim që limonët janë të shijshëm, por a ju bën më të shëndetshëm nëse i shtoni ata në ujë? Janë bërë shumë studime për përfitimet e ujit me limon dhe megjithatë, ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë i ndodh trupit tuaj nëse ju pini ujë me limon. Hidratimi. Uji është pija më e mirë për hidratim, por disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e tij më vete. Shtimi i limonit të rrit shijen e ujit, gjë e cila mund t'ju ndihmojë të pini më shumë. Vitamina C. Agrumesi i limonit ka vitaminë C, një antioksidant kryesor i cili ndihmon në mbrojtjen e qelisave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Limonët nuk kryesojnë listën e agrumeve me shumë vitaminë C, por lëngu i një limoni siguron 18.6 mg vitaminë C. Sasia e rekomanduar ditore për të rriturit është 65 deri në 90 mg. Pesha. Ulumtimet kanë treguar gjithashtu se antioksidantët e polifenolit, të cilët gjenden pikërisht tek limoni, zvogëlojnë ndjeshëm shtimin e peshës. Megjithatë, sipas studimeve, duhet të dini se rënja në peshë vjen edhe nga fakti se njerëzit duhet të pinë më shumë ujë dhe ata duhet të ndihen të ngopur edhe nga lëngu i limonit. Lëkura. Vitamina C të limoni mund të ndihmojë në zvogëlimin e rrudhave tuaja të lëkurës, të paksojë gjithashtu lëkurën e thatë nga plaka dhe dëmtimin nga dielli. Se si uji e përmirëson lëkurën është e diskutueshme, por një gjë në fakt është e sigurt. Në qoftë se lëkura juaj humbet hidratimin, ajo bëhet e thatë dhe e prirur për rrudha. Një studim laboratorik i vitit 2016 tregoi se një pije e cila është me bazë agrumesh ndihmoi në parandalimin e zhvillimit të rrudhave tek fëmijët. Tretja, disa njerëz pinë ujë me limon si një laksativ ditor në mëngjes për të ndihmuar në parandalimin e kapsllëkut. Pirja e ujit të ngrohtë ose të nxehtë me limon kur ju zgjoheni mund të ndihmojë sistemin tuaj tretës. Frymëmarrja. Sipas ekspertëve, uji me limon shmang gerën e keqe të gojës pas ngrënies. Limoni mendohet se e stimulon përshtymen dhe uji me limon ndihmon gjithashtu në parandalimin e tharjes së gojës, e cila mund të çojë në erë të keqe, e cila është shkaktuar nga bakteret. Gurët në veshka. Acidi me limon mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka, por si çdo gjë tjetër edhe kjo pije ka disa efekte anësore. Uji me limon është përgjithsisht i sigurt për të pirë, por ka disa efekte anësore të mundshme. Limoni përmban acid i cili mund të gërryej smaltin e dhëmbëve. Për të kufizuar rrezikun, pini ujë me limon përmes një pipe dhe shpëlajini gojën me ujë të thjeshtë. Kur bëhet fjalë për urthin, uji me limon mund të ketë ose efekt negativ ose pozitiv. Acidi limoni mund të shkaktojë urtë tek disa njerëz, të tjerët përjetojnë lehtësim nga urthi, por lëngu i limonit bëhet alkalin, që do të thotë se zvogëlon aciditetin në tretje. Përgatitja. Në mënyrë që të keni ndonjë përfitim shëndetësor të ujit me limon, duhet ta pini atë vazhdimisht dhe ta lini bashkë me limonin e freskët. Për të përgatitur ujin, shtrydhni gjysmë limoni në 250 ml ujë të ngrohtë ose të ftohtë. Mund të shtoni nenegjik, xhenxhefil, kanellë e të tjerë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!